nuk I lejohet që babai të jep sadakatul fitr ose fitrat për djalin e tij, as për vajzën e tij, para 3-4 dite janë dhënë më shumë se 10.000 euro, vetëm para të gatshme. Jo çdo kush obligohet me dhënë, obligohet me dhënë ai cili ka pasuri të mjaftueshme nëse arrin vlerën e 8.000 euro. Nuk I lejohet që babai të jep sadakatul fitr ose fitrat për djalin e tij, as për vajzën e tij, as për mbesën, as për nipin. Edhe nipi nuk ka drejt me dhënë për këta që I përmenda që mos me përsërit, domethënë çka është familje ngushtë nuk lejohet, edhe pse në praktik kanjëherë ne hasmi që I japin njëri për tjetrin, në fakt nuk duhet më dhënë. Për arsye thjesht se na e kemi obligim kujdesin ndaj tyre ton vitin, sepse edhe nëse japim një fitër që mundet me kushtu shembull, edhe nëse shkojmë maksimumi 10 euro, nëse jemi 5 tonin 50 euro. Me 50 euro ti s'mundesh me mbulu senet elementare për një familje për një javë, mos themi për një muaj, pa as një javë. Kështu që është një praktikë që hasën teren, mirë po nuk është mirë. Ne zakonisht bëjmë thirrje që zakatin dhe sadakatul fitrin t'ja dedikojmë për medreset, që është medresia Mesme Alaudin me paralelet e sajna, pastaj për fakultetin e studimeve islame, pastaj për shoqatën Bereqeti që është ka bërë një punë të madhe vetëm këtu në komunën tonë, vetëm prej ditës parë të Ramazanit e deri para 3-4 dite janë dhënë më shumë se 10.000 euro, vetëm para të gatshme. Zakati, që në zhargonin popullor I thojmë zeqat, është një prej kushteve të Islamit, është I barabartë me namazin, për nga vlera dhe rëndësia, po në praktik çalon pak, për arsye se namaz ka shumë njerëz që I përgjigjen ftesës, ndërsa në zeqat kur vjen punat e parja, pak hezitojnë, pak në kooperacia, pak në demelia, dhe që përderisa e ceket që në fund të Ramazanit, ne kemi dy obligime. Kemi zeqatin edhe sadakatul fitri, ose fitrat që themi ne. Zekati nuk është I kushzuar vetëm në muajin e Ramazanit, e ka një kohë të caktuar, jo çdo kush obligohet me dhënë, obligohet me dhënë ai cili ka pasuri të mjaftueshme nëse arrin vlerën e 8.000 euro, për shembull, ose nëse ka ari, argjend, apo pasuri tjera, nëse arrin këtë vlerë të caktuar, e jep 2.5%. Ndërsa sadakatul fitri, apo fitrat që ne themi, lidhen ngushtë me muajin e Ramazanit, e ka për obligim me dhënë ai cili ka agjëru, edhe ai cili s'ka agjëru, është një shumë modeste, nga 3 euro, 5 deri në 10, varësisht prej rrethanave, varësisht prej kushteve ekonomike, varësisht prej të ushqyrit, kështu që obligohen me dhënë gjithë ata që kanë mundësi. Ata që s'kanë mundësi domosdoshmë lirohen prej tyre, në këmbën të sajna të pasurit, ata që japin mbulohen të varfrit. Nëse njeriu ka borxhe, nuk obligohet me dhënë zakatin. Mirë po nëse ka para të mjaftueshme, e ka një borxh, edhe në momentin që e shlyen borxhin, I jet prap kohët e caktuar, shembull shkota 8.000 euro, prap obligohet. Ndërsa sadakatul fitrin është diçka tjetër. Një pjesë e madhe që ne hasmi, që jemi në teren, dalim në teren me bereqetin, një pjesë e madhe njerëzve që e marrin sadakatul fitrin ose vitrat, e kanë për obligim me dhënë ata vetë fitrat. Domthonë nuk e meritojnë. Po ka njerë është, si të themi, njerëzit I mësuin bë parazit, kuptimin që presin vetëm prej tjerëve, ka njerëz që janë të shëndosh, pastaj sepse sadakatul fitri ka kushte të caktuara. Nuk I lejohet m'ia dhon dikush sadakatul fitrin, nëse është I shëndosh, nëse është I ri, edhe ka mundësi për me punue.